çka mendojnë për ndasinë Kosovë-Shqipëni? Mendojmë që nuk ka ndasi, as ka pas kur s'ka me pas. Edhe jemi shumë kundër ndasive, se ndasitë nuk ekzistojnë. Mos me na prit mirë ata, na s'kishim shku as me organizu, as për pushime. A përdin ajo, kjo dënia kërkuj heq, shijemi në festival. Hajtë, nëse bëni të madhe. Valdren, si funksionon kampingu te Wave Camping? Çfarë përfshihet në paketë dhe çfarë lloj akobëndimi ofroni? Kampingu funksionon po si një hotel, përveç se në vend të dhomave të hotelit ne i kemi tendat për secilin që vjen kamping, varësisht se si vjen. Ka njerëz që vinë individualisht, ka tenda për një person, ka të tillë që vinë 2 veta ose çift dhe ka pastaj tenda për 3 persona, 4 persona. Kampingu në paketat e veta e përfshin përveç pjesës së akomodimit në tenda, të cilat janë të pajisura me dyshek, jastëk, çarçaf, këllëv, batanie, e përfshin edhe pjesën e ushqimit, pra të mëngjesit dhe darkës, dhe njëkohësisht kampingu i ka gjitha kushtet e nevojshme për pushime, meqense ka tushe dhe toalete të ndara për 2 gjinit dhe njëkohësisht ka energji elektrike. Për ata që s'kanë qenë asnjëherë më parë, çadrat janë tuajat apo ti marrim tonat? Jo, tendat janë në kamping, pra tendat përveç se janë kamping edhe janë të pajisura me gjitha mjetet e nevojshme, krejt çka duhet me marrë me vete është një peshker edhe me ardhë në një fundjavë në kamping, e për ata që dojnë me qëndru ma gjatë, normalisht edhe pak rroba ma shumë. Apo na flet pak në detaje për aktivitetet që i ofroni gjatë ditës dhe mbrëmjes? Kampingu organizon aktivitetet të shumta, sidomos fundjavave kur kemi edhe më shumë njerëz. Ideja e kampingut është që përveç pjesës akomodimit, të ofrojmë edhe aktivitete në mënyrë që pushimet me u shiu tamam. Pushimet janë të plota kur mëson edhe për historinë, viziton edhe vende tjera, domethënë jo vetëm në një plazh, e njëkohësisht merr pjesë edhe në aktivitete socializuese. Mëngjeset në kamping fillojnë me yoga shpeshherë, edhe pastaj menjëherë vazhdojmë me vizitat nëpër vendet historike si Kalaja e Lipashës në Porto Palermo, Kalaja e Himarës, fshati i vjetër i Vonojit, dhe pastaj kemi aktivitetet që janë në plazh, sikur vizitat përmes ecjeve ku vizitohet xhiri i akvariumit, plazhi i pasqyrave, i kemi shëtitjet me varka apo skafe ku vizitohet shpella e piratëve, gjipeja dhe shpella e plumave, e njëkohësisht i kemi edhe ato aktivitetet me kajak, me kanoa, të cilat e bëjnë lundrimin në det, e bëjnë më atraktiv edhe pak më sfidues edhe fizikisht. E mandej mramjet, si aktivitet, pasurohen me muzik live, me kineman verore, me filmat që janë aty, edhe me lojrat e shumta në kamping, si ping-pong, raketa, shkepika, board games e shumë tjera. A ka ndonjë kufizim moshe apo kërkesa të veçanta për pjesëmarrësit? Kufizim moshe ka veç te pjesa e ulët, pra nën 5 vjeç nuk pranohen kamping, sepse ndonjëherë kushtet e kampingut nuk janë përshtatshme për ata të cilët janë nën moshën 5 vjeç, përderisa kufizim moshe nuk ka, por gjithsesi që nën moshën 18 vjeç duhet të jenë të shoqëruar me prindrit ose prindrit duhet të jenë të njoftuar dhe të pajtohen që personat të vinë në kamping. Si mund të regjistrohem apo të rezervoj vendin? Secili mundet me rezervu te faqja e Wave Travel në Instagram, Facebook, apo edhe në numrat tanë të telefonit, e njëkohësisht edhe në zyret e shpejtimit këtu në Prishtinë. Sa e çmendur bëhet atmosfera atje dhe a ka ndodhur ndonjë histori interesante? Netët në kamping janë të zjarrta, sidomos fundjavave, po përveç fundjavave edhe netët në ditët e zakonshme janë të veçanta për nga aktivitetet që zhvillohen. Ditëve të javës mundohemi me pas filma, edhe mundohemi me pas lojra socializuese rreth kampit, ku njerëzit njoftohen e shoqërohen me njëri tjetrin, ndërsa fundjavat i kemi gjithmonë të zjarrta për shkak se kemi muzikantë, bende të cilët na bashkohen edhe na e bëjnë më të larmishme natën me muzikë, me gitare rreth zjarrit, e sigurisht që secili për ata që janë mas qefli edhe nga një gotë e rregullon natën. Por a është vend ideal për pushime dhe pak flirt? Për pushime është vendi ideal, për pak flirt varet a don me bo flirt apo jo. Kështu që është vendi ideal edhe për pushime me flirt edhe pa flirt. Sa shpesh krijohen lidhjet verore në kamp? Shumica e njerëzve që vinë në kamping përfundojnë me shoqe e shok të ri, të cilët i kanë mandej edhe pasi kthehen prej kampingut. Pra ka raste të shumta ku grupe të trinj janë shoqëruar edhe vazhdojnë shoqërinë e tyre, pra vazhdojnë me funksionu qoftë si grup, qoftë i marrin ato lidhjet individuale që i kanë krijuar në kamping, pikërisht për shkak të eksperiencave të mira aty. Edhe kjo është një prej gjërave që e bën më të veçantë kampingun edhe e bën më të pëlqyeshëm, sepse sigurisht që ata që janë njoftuar në kamping e i kanë krijuar disa histori bashkë. Kur vjen vera e ardhshme, sigurisht që kujtohen me ardh prapë në kamping. Kjo në një farë forme ka qenë një prej arsyeve pse numri i vizitorëve na është rritë shumë, sepse këta që kanë ardhur janë kënaqur shumë dhe i kanë referuar të tjerëve për me ardh. Pra mund të ketë edhe martesa sikurse në Big Brother.
Si Big Brother jo, se dramat janë ma të vogla të na, për shkak se njerëzit që vinë të na nuk pretendojnë të jenë VIP, janë njerëz të thjeshtë, të cilët punojnë edhe dojnë me i shiu pushimet në një formë tjetër, edhe drama ka ma pak, martesa edhe mund të ketë, ne kemi çifte të cilat kanë ardhur në kamp kur s'kanë qenë të martuar, pastaj janë martu, i kanë pas një 2-3 vjet pauzë derisa janë rrit pak fëmijët e tash vinë edhe me fëmijët e tyre i kalojnë pushimet në kamping tek ne. Kush flirton më shumë, kosovarët apo shqiptarët e jugut? Me qenë se shumicën e vizitorëve i kemi nga Kosova, sigurisht që numri më i madh i njerëzve të cilët njoftohen në kamping me njëri tjetrin janë nga Kosova, po nuk ka kufizime të regioneve prej nga vinë shqiptarët. Me që je pothuajse një pjesë atje dhe një pjesë këtu të vitit, çka mendojnë për ndasinë Kosovë-Shqipni? Mendojmë që nuk ka ndasi, as ka pas kur s'ka me pas. Edhe jemi shumë kundër ndasive, se ndasitë nuk ekzistojnë. Mos me na prit mirë ata na s'kishim shku as me organizu, as për pushimet. A përdin ajo, e kjo dënia kërkuj heq, shihemi në festival. Hajtë, mos e bëni të modha. Edhe pyetja fundit, cili është momenti më i nxehtë ose më qesharak që e ke përjetuar atje? Ose që e ke parë? Momentet më interesante që i kalojmë në kamping janë zakonisht kur ka rreshje të shiut. Në vitin e parë kur ka pas rreshje pak si më të madh shiut, e kemi pas sikletën si organizator, me qenë se kemi menduar që njerëzit kanë me bo shumë panik edhe kanë me ik, po ka qenë një prej netve më të shmendur atë kampingut prej faktit që njerëzit kanë ndajt deri në ora 3 duke kërcy, e duke bo muzikë, e duke festu me muzikën, sikur shiu në një farë forme veç e shtoi atë zjarminë rinore të atmosferës në kamping.